Përshëndetje të gjithëve, jemi në episodin e 3 të Tirana 360 gradë. Një podcast që mundësohet nga Bashkia e Tiranë. Ndërkohë që në episodin e kaluar ne folëm pakës për gastronominë, për shihet në Tiranë, sot do të flasim po ashtu për një tjetër art dhe shkencë bashkë. Do të flasim për miksologjinë, për atë që konsiderohet alkimia e shijeve, por ndër të tjera dhe arti të shndërruarit të përbërësve në emocione, po jo vetëm për miksologjinë, gjithashtu për artin e mikpritjes, atë të shërbimit dhe njëkohësisht nga pala tjetër paralelisht atë të shijuarit, të ndjerit mirë, të kaluarit bukur, të jetuarit më bukur dhe thashe themet në Tiranë thonë se jeta shijon shumë bukur në një bar në një vend specifik, që quhet Nouvelle Vague. Dhe unë kam përballë meje një ndër personat që e kanë bërë të mundur krijimin e një hapësire të tillë kaq të dashur, jo vetëm për ata që jetojnë kryesisht në Tiranë, por edhe për turistë, të cilët kanë një destinacion shumë të këndshëm për të shijuar totalisht këtë përvojë. Unë kam përballë Sofoklit Salin, mirë se erdhe. Ne miqtë ngushtë fare në fakt e thrasim Sofo. Si je Sofo? Sa bëhet? Jam shumë mirë. Po vrapojmë shumë. Po ecim, po lëvizim, po krijojmë, po më pëlqen situata që ndodhemi, jo vetëm ne, po i gjithë qyteti, po më pëlqen së fundmi, kështu që besoj se jemi mirë. Ti je nga jugu i Shqipërisë apo jo? Je nga Vunoj. Po. Dhe ndërkohë se një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve, pas një periudhe shumë të errët të Shqipërisë, më tej emigroni së bashku me familjen, shkoni në Athinë, ndërkohë pa ditur 91 me njëherë. 91-92, po besoj 91 ka qenë. E kuptoj. 7 vjeç kam qenë. 7 vjeç. Bëni llogarit. Okej, shumë interesante. Pra ti shkon pa ditur gjuhën, pa ditur asgjë, së bashku me familjen. Jo, gjuhën, shiko, të bëj një parentezë, gjuhën nuk e dinim, kam shkuar praktikisht në klasën e drejt fundit të klasës së parë, kam shkuar në Athinë, kurse Evi ishte 3 vjeç. Po si ja bëre, do me thënë që pa ditur gjuhën, në krye të pak viteve ti arrite të realizoje 123 tragjedi greke bazuar në mitologjinë greke, komplimente për Editin Bret. Çështje geni, çështje geni, nuk i bëra më donë natyrshëm. Sa e hershme mund të ketë qenë kjo llogje për ty? A ka ardhur kështu si ngacmim, mund të kesh parë ndonjë familjar për shembull tek shërbente apo tek miksonte, se nuk e di cilat e ka tërhequr. Kam përshtypjen se kam thënë disa herë dhe tingëllon romantike, po dhe është romantike. Kam përshtypjen se mua kjo më ka tërhequr që në vogëli. Bukur. Dhe kjo ka ndodhur sepse kryesisht gjyshja ime, nga që babi bante edhe një post atëherë në Imar, edhe ti e di që atëherë në kafe, bare, socializimi nuk ishte në ato kohë. Socializimi bëj kryesisht në për apartamente ose në për shpirat e gjithë cilit. E vërtet. Tradit kjo e cila ruajt edhe çdo gusht, kryesisht që ne vinim bënim pushime në Vuno. Me thënë ato 20-25 ditë, çdo darkë, çdo mbas dite shtëpia i kishte tërkohë vizitorë që vinin takonin babin. Dhe këtyre ju shërbej. Po. Dhe për të ta them, e kam thënë prapë dhe shumë e bukur, po ta mendosh ose secili prej nesh, ku ka kamera, kush ka përsh aty? Po. Po të ri secili prej nesh ta mendosh. Unë isha një fëmijë atëherë që rija në një cep, sepse nuk lejohet të ngacmonim nga të rriturit. E vërtet. Mezet. Ç'a ndodhte tani? Ti kishe gratë e shtëpisë që merreshin përgatisin. Ishin përgjegjëse për produktin, okay? Dhe kishte edhe meshkujt e shtëpisë që ishin përgjegjës për PR-in, për marrëdhëniet publike. Po përshën si është trova. Dhe të gjitha ishin në një harmoni të frikshme, harmoni simfonike, kupton, që mua me sa duket më ka tërhequr vëmendjen. Mos ka qenë këto momentet e vetme ku ti ke prekur lumturinë e të iskajshme se për shaka. Në fakt tingëllon shumë e bukur. Jo, po ta mendosh, shiko, pavarësisht, po ta mendosh, domethënë e gjitha kjo bëj në atë periudhë dhe bëj me një përgjegjësi shumë të madhe, edhe ai hosti, mikpritësi, zakonisht kishte si qëllim që të linte përshtypje të mira te vizitori vet,
sepse ishte edhe i tillë ishte koncepti, i tillë ishte mentaliteti, më kupton? Dhe e vërtetë është, dhe kjo bëj si zinxhir më tej, domethënë, edhe familja juaj bi fjala në një moment dy do të shkonte te këta vizitorë dhe edhe do merrte mikpritjen mbrapsh. Po pikërisht. Por që mua kjo më ka tërhequr, domethënë, më ka tërhequr pjesa që unë nëpërmjet disa veprimeve të mia, që në këtë rast është një produkt, një shërbimi, një produkti, një hapësirë, dekori kësaj hapësire dhe muzika që shoqëron gjithë hapësirë, të bëj disa persona të ndihen momentalisht të lumtur, ose t'ju ofroj një lumturi, ose kënaqësi, ose gëzim momental. Kjo mendoj që më ka shtyr në këtë punë që bëj. Pra Sofo ti hape barin tënd të parë me vëllain? Po, me Evin. Me Evin ku e hapët? Bari parë që ne hapëm, gjithmonë me ndihmën dhe mundësimin ekonomik të prindërve, ishte në Jal, në Vuno. Sa e quaj Bossa Nova, ishte më duket 2009. Pse ai është më i hershëm se Novel? Po. Bossa Nova është ana fita gjithçka. Bossa Nova është një wave. Po, në portugalisht. Rryma e re në portugalisht, sepse ishte një establishment që u ndërtua mbi rër, në ngjitur me dallgët. Sa bukur. Kështu që portugisht i shkonte sipas konceptit ton, kishte muzikë afro latin. Si samba e bossa novas deri diku? Po ikte çik më, domethënë zgjeroi më shumë në muzikë reggae, latin, cumbia dhe çuditërisht ose jo, viti i parë ishte goxha suksesshëm. Dhe vitin e dytë që unë erdha këtu, se Evi banonte në Tirana atë periudhë, unë erdha që ta takoja, ishte disi para pak sezonit. Çfarë moshe ishit ju në këtë moment? 24-25 më duket. Okej, super fare. Shumë vite para. Edhe të mendosh që vetëm Novel është 12. Edhe i them Evit vije takoj në Tiranë, edhe po eci me një makinë, po shikoja kështu, isha ulur mbrapa dhe po shikoja nga xhami, po shikoja ndërtesat, po shikoja Tiranën. I them Evit dëgjoj, nëse një moment të dytë na duhet të hapim një bar tjetër dhe hapim në qytet, qoftë Tirana apo Athina apo Selanik, po që do jetë qytet do quajmë Nouvelle Vague. Po. Pse thot se i them do jetë versioni urban i Bossa Novës, pra rryma tjetër e re, po versioni urban që vjen nga frëngjishtja. Tani më bën shumë sens. Dhe sa vite pas Bossa Novës lindi Nouvelle Vague në Tiranë? Gati 3 vjet pas. Pra ti e kishe përcaktuar emrin që më parë. Po, do me thëmë se këtë e them dhe në për masterclasset që bëj, pa business plan, pa një vend, pa një venue, pa një qëllim caktuar, një lloj përcaktimi, ne kishim formuar atë në fantazinë tonë. Dhe prandaj kur më pyesin ç'a është Noveli, unë them Noveli është një memorie nga e ardhmja. Sa e bukur. Domethënë në mënyrë prezantimit. Sofoklio tjetër. Dikur ka thënë që gëzimi më i madh që mund të përjetoj dikush është ai gëzimi që nuk e pret. Pra kur të vjen në mënyrë të befasishme. Atë erdhi në këtë mënyrë ty lajmi që ishe renditur ndër 100 baret më të mira në botë. Pra Nouvelle Vague u vendosi Shqipërinë në hartën e bareve më të mira ndonjëherë. Ishte shumë e papritur për ty, apo ishte diçka që ti e kishe kërkuar, kishe synuar ta kishe dhe kishe punuar fort për këtë? Jam e sigurt që ke punuar fort, domethënë, po dua di historinë. Ne e kemi në heshtje dëshiruar këtë, e kemi në heshtje fantazuar këtë, dhe kemi në heshtje kërkuar dhe jemi munduar për të arritur. Dhe pse them në heshtje, sepse të flas hapur fare dhe domethënë me dhe pa modesti, që duke i ditur gjërat, duke pasur të këto marrëdhënie që kemi kryesisht me Athinën, marrëdhënie profesionale, pak a shumë dihet dhe dim si funksionon e gjithë gjëja dhe mendonim se ka qenë ishte dhe do të ishte shumë e vështirë deri e pa arritshme për ne që të futeshim në listë. A kuptoj. Mund të binim në sy si establishment, mund të krijonim marrëdhënie me bare të tjera siç arritëm ta bënim, mund të dilnim dhe ne jashtë siç arritëm të na ftonin, po që të futesh në listë praktikisht dhe matematikisht po të analizoj ka qenë shumë e vështirë dhe vërtet kur ka ardhur ai email, un kam qenë bilez në Vuno te shtëpia e allës time, ka
ka qenë, do të them se është 2 ditë para ditëlindjes së bashkëshortes time, ka qenë 7 gusht. Dhe kur kam parë emailin nuk i besoja syve. Dhe kam ulëritur, kam qartë për 1 orë, kam bërtitur, emocion ka qenë një emocion aq i fortë, sa që vetëm emocion që mund ta paralizoja do të ishte emocioni i lindjes së 2 fëmijëve të mi. Jashtëzakonisht emocion i fortë. Atëherë, qa janë 50 Best Baret? Nuveli ndodhet në listën extended, në listën e shtuar të 50 Best Bar. 50 Best Bar kanë diku te 4-5 vjet që përveç 50-shës, 1 te 50-a shfaqin dhe me një ceremoni pak më të vogël, shfaqin dhe të zgjeruar 51-100. Kështu që edhe ne qëllimi kryesor s'ka qenë kur për të futur te 50-a, për te lista e zgjeruar. Është diçka shumë e madhe. Pra flasim për 100 në gjithë planetin, pa përjashtim qyteti, pa përjashtim vendi. Edhe s'duket as si garë e drejtë, domethënë, nëse do përcaktoj matematikisht. Jo, nuk është. Nuk është. Kështu që po ta marrësh, po ta përfshihen në Nuvelit në këtë listë, po ta marrësh me gjakftotësi dhe matematikisht, është arritja më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë në industrinë e shërbimit për këto 33-34 vjet pluralizëm. Ne u përfshim në atë listë në numrin 86 për 2023 dhe për numrin 95 për 2024, që kjo e bën 2 vite radhazi. Po pra. Shumë e vështirë. Jam shumë krenar që ndodhi kjo, dhe jo kaq shumë krenar për veten, sa jam krenar për gjithë ata që punojnë dhe kanë punuar me ne në Nuvel, për gjithë njerëzit që kanë frekuentuar dhe vazhdojnë të frekuentojnë Nuvelin, dhe për gjithë ata çuna dhe goca që janë të industrisë dhe po duan si ne dhe ata të zhvillohen dhe të arrin majat, të arrin diku shumë lart që kjo industri ditë ta ofrojë këtë, dhe mendoj se është një shpresë edhe është një demonstrim që impossible is nothing. Sa vite kishe që e prisje në një farë mënyrë në këtë heshtjen tuaj? Jo më shumë se 2 vjet. Po ndërkohë që ne filluam të luftojmë për ta hapur çik atë dallgën ton për ta zgjeruar, që në 2019 kemi qenë bari i parë në Tiranë që na ka, nuk është diçka që kemi shpjegur ne, është diçka që ndodh edhe jashtë, po në ato vite në 2019 ka qenë më e ngushtë Terezia. Kemi qenë bari i parë në Shqipëri që tham, stop me, nuk do vazhdojmë të ftojmë DJ nga jashtë, po do vazhdojmë të ftojmë bartendera. Dhe këtu nisi gjitha i ndërveprimi me bare, me bartenders, që të tregonim dhe, sepse kur llafi hapet nga baza, është më i fuqishëm, sepse hapet nga themelet, nga bazamenti. Goxha strategji. Dhe ne donim që në Athinë dhe në Rom, ose dhe në Milano, por Roma ka qenë më fuqishme në ato vite në fakt, të përflitej që ka dhe në Tiranë është një bar që mundohet të level up me teknikat, mundohet të bëj të krijojë një laborator, mundohet të bëj research and development, domethënë dhe të dish një gjë gjithmonë që te hera e parë që duhet të ketë qenë, po prap vera e 2019-s është gest i parë që ne kemi bërë jashtë, që na kanë ftuar jashtë, na kanë ftuar në Firenze. Dhe çatë vite në të pa numërtat që janë deri më sot, në kundërshtim me gjithë baret e botës, e pjesës tjetër së botës, të dish që ne jemi gjithmonë Nouvelle Vague Tirana, jo Nouvelle Vague. Ose jemi çuna te Tiranës, ose jemi e Nouvelit nga Tirana. Kupton, domethënë, gjithmonë na ka shkuar bashkë kjo, gjë që edhe na nderon. Është vërtet. Edhe ka qenë gjë që ne kemi kërkuar me Evin, domethënë nuk është se kemi kërkuar të bëhet vetëm Nouveli, kemi dashur që të bëhet qyteti jon. Duhet të jemi ne në këtë qytet që ka për të ofruar shumë gjëra plus edhe Nouvelin.
kam përshtypjen në gjithë të hapjen e dallgës që ti e përshkruan kaq bukur, duhet kesh hasur edhe shumë probleme apo jo, ndoshta kufizime gjatë rrugtimit tënd. Po, shpesh ka qenë ose ndonjë kandil shumë cikletshëm. Dhe di çam vazhdon të analizoj më edhe sot, do të nis më të thjeshtën, pasaporta ime. Për shembull, babai im ka pasaport grek, unë s'kam, kam shqiptare. Po. Çik ideologji, çik s'doja të bëj Austri. Po, ke arsye. Por gjithsesi, domethënë nga vjet deri më sot, po thuaj se një vit i plot kemi humbur 4-5 vende vetëm për shkak të pasaportës që na kanë ftuar. Të shkojmë atje të përfaqësojmë barin ton, vendin ton, në industrinë ton, kupton se po bëjmë, se po mundojmë fusim Shqipërinë në BE. Ne po përfaqësojmë qytetin ton, barin ton, vendin ton, vendin ton në industrinë e shërbimit. Vërtet, po. Dhe kemi humbur Meksik, kemi humbur Afrikë të Jugut, kemi humbur London, Filipinë tani që më kanë kërkuar do vizë prap, Kanada, Amerikë që do shumë, domethënë në këto 100 baret që udhëtojnë edhe they spread the word, edhe përhapin fjalën e tyre, ka edhe një bar nga Shqipëria i cili e ka të vështirë të udhëtojë. Kaq e thjeshtë. Jam e sigurt që sa të mbaroj ky podcast, domethënë kjo gjë do zgjidhet më një herë. Do të shpërndahet fjala. Do bëhet më mira. Besoj dhe shpresoj derisa u futëm te lista ç'as bëhet, kupton? Po, më mirë të besosh, nuk i dihet asnjëherë. Ndërkohë, Sofon, unë i kam pyetur shumë edhe të ftuarit e mëparshëm për këtë pjesën që bashkë mund ta flasim çik në nivel më të prekshëm. Sa e rëndësishme është që ta ruajmë traditën. Po, thank you. Shpejt, mos të bëjmë i lodhshëm. 46 me 90-ën, komunizëm apo jo? Po. Mbyllje totale. 90-91 bie regjimi, emigrim, shikojmë, kemi Majtas, kemi Greqin, djathas Italin, shikojmë ata dhe... Shembuj të mirë sa i takon kësaj industrie. Shikojmë sa mbrapa jemi. I fusim të pestin për të bërë modern dhe për të kapur këto të dy kryesisht, se këta kemi afër, okay? Po. Vrapojmë fort për të kapur këta, ditur pa ditur, me eksperjenca pa eksperjenca, me gabime pa gabime, pa pritur vjen 2015-a. 2015-a Shqipëria vjen more or less, parafërsisht 2015-a. Shqipëria fillon dhe bëhet një destinacion turistik. Fillojnë turistat të vinë. Dhe ata që duan identitet mikpritës. Dhe ti gjendesh pa pritur dhe pyet veten, ore, gjithë vite unë po ja fusja kot, domethënë vazhdoj të kërkoj modernizmin, apo përgjigja është në gjithë ato hapa që kanë bërë deri këtu. Aty në fshatin tim, kupton, aty te gjyshim, ose në Përmet, ose në Kutiun, ose në andej në Lezhë, në Kallmet apo. Atëherë unë besoj kjo e dyta. Edhe besoj se për kujdesja ndaj produktit, ndaj traditës, sidomos ndaj produktit vendas, është shumë e rëndësishme. Dhe duke qenë se kam qenë emigrant vet, për menun e fundit që krijuam, menuja e fundit e novelit që quhet Original, që do thotë Original Albania. Ne ishte pikërisht arsyeja që bëm një sponsorless kërkim të Shqipërisë, jo vetëm për produkte, jo vetëm për kultivues, po dhe për të nxjerrë nga sirtari historik kulinare të tipit, për shembull, ç'a më bënte shumë përshtypje mua kur vinim në vuno për pushime. Në mëngjes që ishim te sheshi fshatit. Po? Që është tek pull, një kafe është aty, Lula. Po, Lula. Më dhe ato pitet të bukur. Shumë smirë. Anyways, ti çam bënte përshtypje mua si fëmijë atëherë që kishte vetëm burra, 7:30 të mëngjesit me atë rakin. Po, rakin edhe kafen që pinin. Po. Kështu që ne domethënë kemi bërë një koktejl out of this. Ky është zakon kulinar. Po. Domethënë është një zakon tradicional kulinar. Pra kjo është për mua tradita dhe produkti vendas për mua është e ardhmja. Dhe jo vetëm për turistët që vinë, po dhe për brezat më të rinj. Një koktejl që e keni shumë të famshëm me përbërës ndër të tjera dhe çaj mali, cili është? Po, është English Climber. English Climber lindi nëse kur ishim në Athinë, na thoshte mami që kur kam qenë studente, thoshte, ka qenë aq e varfër Shqipëria sa që ne për mëngjes edhe për darkë, hanim buk me çaj mali, mund të kishte çik kreçer, mos kishte, po dhe na thoshte shpesh tipit që shikoni ku jeni ju këtu, mësoni, bëni dikushin në jetë, kupton? Ne kemi vuajtur.
Edhe ne kur u ritëm dhe bëm sipërmarrës, thamë që të krijojmë një koktejl të bazuar në këtë eksperiencë, pra në të bazuar në varfërinë. English sepse baza e tij është gin. Okay, super. Climber sepse është çaj mali që është një produkt. Pra këtu hyn sustainability, është një produkt që gjendet falas. Drithra që ja kemi marr bledit. Okej, të modixhiut. Dhe këtu ishte shumë e vështirë sepse të krijosh, ta bësh koktelin me bukë ke shumë humbje. Dhe ne duhet të gjenim që ne arritëm të gjetëm nëpërmjet grurit, domethënë kemi gjetur një mënyrë që të pija jote të jetë një pije le të themi mainstream, pra një sweet and sour, po prap me mjalt, me limon. Sa super. Me çaj mali, me gin. Por do të sjellë vetë çika atë aftertastin e bukës. Pa. Që të kujtoj çika atë bukë dhe çaj, kupton? Vetëm ti mund të bësh njerëzit të ndjen varfër dhe të lumtur. Po. Meqense jemi te koktejlet, sova doja të bëja disa pyetje të fundit sikletshme, të tipit. Kjo nuk është e sikletshme. Në fakt, po koktejli preferuar i yti nga kjo menuja e re? Menuja e re, Deviated Negroni. Cila? Deviated Negroni. Deviated. Negroni devijuar, po. Po, pse? Ta them shpejt. Ma thoj. Pra, si e kemi imagjinuar këtë ne? Është sbagliato. Jo, është Deviated Negroni devijuar. I devijuar. Është pjesa originalit. Si e kemi imagjinuar ne, zero se jenë në një highway në një autostradë në Toskanë, dhe pa pritmës si të Fast and Furious të del një kthes djatha si thot Albania di Sud. Po? Jo, di Nord, më fal. Di Nord, okay. Di Nord. Pra duhet të ikësh Shqipëri në veri. Po. Kështu që kemi hequr gjinin, kemi vënë raki dëllënje nga kupsi, që kemi përforcuar dhe vetë me çik dëllënj, jo më shumë me pak. Super. Sepse ka vetë shijen e dëllënjës, thjesht e kemi sjellë atë ku kemi dashur ne, kemi marrur kallmetin, kemi lozur me undën tonë, kemi parë çfarë nxjerr kallmeti, vera kallmetit që për ne nxjerr fruta pylli goxha. Po. E kemi përforcuar pra kallmetin me fruta pylli dhe me fik të thatë, pra në vend të vermutit, dhe biter kemi lënë biterin që është italianin. Dhe garnitura e kësaj pijes është është një fik i thatë me arë. Që është një delikatesen që edhe nona jon kur vinin të ftuar ju nxirrte për vërtetë. Po nëse dikush vjen në novel dhe porosit një vodka Red Bull, çfarë bëni? Shërbeni, e përjashtoni apo i sugjeroni si të bëhet njeri më i mirë? I themi të ndroj parti. Si dallon një bartender i shkëlqyer nga një thjesht shakerist i mirë, dikush që bën një performancë? Në originalitet dhe në mikpritje. Ishte e shkurtër, precize e mrekullueshme. Dhe pyetja e fundit, Sofo, nëse ti del, kur del përgjithsisht për te i novelit, cilat bare viziton më shpesh, ato që mund t'i përafrohen edhe këtij standardi për cilin folëm gjëre gjatë, dhe po ashtu këtë sugjeroje të vizitonim dhe ne. Tashi ne bëjmë, përveç se dalë dhe vetë, ne bëjmë dhe këto barturet dhe restoranturët e njerëzit që ftojmë. Kur bëjmë barture, mundohemi të tregojmë një ikonë të gjerë të qytetit nga ana e barit, pra që thamë dhe që parë është koktejli, është ambienti, është muzika, është shërbimi, mikpritja dhe ngrohtësia në fund overall. Dhe sigurisht kemi dhe në ambiente që i çojmë këta njerëz, këta të ftuar tanë, dhe kryesisht ambientet që i çojmë është Koni, është Rehati, është Spaj, që është spikizi. Spaj ku ndodhet? Spaj ndodhet e Pallatit Agimi. Është spikizi më i ri edhe i vetëm. Po, është invent i ri në fakt. I vetëm on point që ka qyteti për momentin. Ja super vlen për vizit. Super. I çojmë pastaj dhe te baret pak më mainstream që janë të qytetit, që është Radio Kino, i çojmë dhe te Mito, i çojmë dhe te Tribeca, i çojmë dhe te Pepper. Nice, super fare. Por që treshja kryesore që bëjmë për eksperiencë koktejlesh është Rehat, është Koni, është edhe Spaj. Shumë interesante. Këtë Spajn o dashka ta vizitojmë. Spaj është sepse ka dhe rare ka distilime të ralla që i mbledh, i koleksionon veta ideali, edhe është realisht, do me thënë unë që kam parë
kam vizituar dhe kam punuar për geste qoftë goxha jashtë, më pëlqen atje ku më çon, dimensioni që ai më çon më pëlqen shumë. Me këtë përshkrim që i bëre, tani duhet të ikim më herë, domethënë, që të shkojmë ta vizitojmë. Sofon, të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe me mua sot. Të uroj shumë suksese në të gjitha nismat e tua. Nuk e kam përdorur ndonjëherë të lartë, po më vjen shumë ta them. Faleminderit shumë. Faleminderit që më ftove, unë nuk kënaqa shumë. Shumë bisedë sinqert, shumë bisedë hapur, shumë bisedë normale dhe njerëzore. Tirana 360 gradë. Përshëndetje të gjithëve sërish, jemi në episodin e 3 të Tirana 360 gradë dhe si që premtua merën e kaluar, si që premtova, jam e syze djeli, nuk jam vetëm, Sofo sapo është larguar në këtë moment dhe kam përshtypjen se tani bën shumë sens edhe mënyra se si e kemi nisur gjithë të podcast, këtë seri podcastesh, në këtë qytet që nuk fle kur. Dhe unë kam përballë meje një mikesh shumë të shtrenjtë, një DJ të mrekullueshëm, dhe ndër njerëzit e parë që mua më ka prezantuar me jetën e natës në Tiranë, ajo ka shumë për të folur, vetëm se ka një problem, është pa emër. Si është kjo puna, Bruna? Pse pa emër? Duke qenë se pjesa më e rëndësishme e këtij profesioni, le të themi, të quajturit DJ është të lozurit një muzikë të mirë, le të themi, atëherë emri është më pak i rëndësishëm. Prandaj kam vendosur që ta lë veten pa emër, duke vendosur emrin pa emër në thonjza, për të vendosur më shumë fokus muzikës dhe për të lënë pas figurën time si DJ. Pra, çfarë rëndësie ka kush jam unë, si dukem, çfarë pamje kam, rëndësi ka të luaj një muzikë të mirë, që është koncepti pas emrit, domethënë. Plus doja edhe diçka shqip. Po në thelb muzika që ti luan, është më shumë nga ajo që mund të kërcehet, apo ajo që të bën të kuftosh, domethënë, gjithë sekretet e jetës tënde. Të them të drejtën, unë në fillim kam qenë vetëm e fokusuar tek i kërcyeri, sepse duke qenë kërcimtare më parë dhe qëllimi im ai ka qenë primari, por duke u futur më shumë në botën e muzikës, kam kuptuar që muzika mund të ndihet dhe perceptohet në forma dhe ndjesi të ndryshme. Dhe tani gjithmonë varet nga orari në cilin më vendosim. Për shembull, nëse unë jam në fillim fare, mund të jem artistja e parë që luaj, atëherë do luaj diçka që njerëzit të fillojnë të nxehen, të nxehin muskujt, të ngranohen disi. Nëse do jetë një orë pak më e vonë, atëherë do filloj do luaj një muzikë më të fortë, të cilën dhe unë këtu është preferenca ime. Ashtu që të luaj diçka që është dhe pak gruvi, thyerje ritmi, diçka në techno, breakbeat ose elektro, është për mendimin tim ndër më energjika për të kërcyer, le të themi. Por nëse do të luaja në fund të eventit, pranë orët e para të mëngjesit. Po, që të ka ndodhur shumë shpesh, sidomos në këto eventet e fundvitit. Atëherë do të preferoja që të filloja ta ulja ritmin, duke i thënë dhe njerëzve që shikoni se po mbaron eventi, por në mënyrë shumë të ëmbël. Pra, duke vendosur një muzikë që të fillonte të relaksonte gradualisht. Narbru, Greta, ke krijuar 6 këngë deri tani apo jo? Po, deri tani 6 këngë kanë krijuar, të cilat janë të 6 në SoundCloud për momentin, mund të gjeni 2 prej tyre në Spotify, gjithashtu në Apple Music dhe në YouTube, kam edhe një videoklip në fakt në YouTube. Me ilustrat, bashkëpunim, devy, apo jo? Po. Apo devy. Devy. Dhe shumë këngë bukur. Për momentin kam bërë në fakt një pushim të vogël nga pjesa e produksionit dhe jam gjatë gjithë kohës dukur pjekur të përmirësohem, sepse duke qenë se kam filluar nga zeroja dhe nuk kam bërë një shkollë muzike, produksioni ka qenë diçka në hapat e para pak e vështirë për mua. Por kam pasur dëshirën dhe prandaj mendoj se ja kam dalë deri më tani. Herën e fundit që kam qenë prezente në fakt në një event tëndim, po ke bërë jashtëzakonisht shumë çudi se ishte një lloj ambienti shumë në dukje privat, po mendova se ti e kishe çdo gjë të planifikuar, të organizuar dhe ndërkohë shoh dikë që ishte thjesht një klient i barit. Dhe as klient në fakt ishte një djalë amerikan që kishte ardhur për pushime në Tiranë dhe të kërkoj që
back to back ishte ai termi? Ishte termi. Më kërkoi të bëni një back to back të vogël, po kjo është e vërtet. Më pëlqeu shumë si moment. Ka qenë zakonisht shumë. Le të themi se ka qenë diçka shumë spontane, dhe të drejtë mua më pëlqejnë gjëra spontane, dhe në moment që bëhen me sportivitet dalin gjithmonë mirë, dhe të drejtën e kam shijuar shumë atë back to back-un. A ka ndonjë kështu shenjë dalluese që ti e kupton kur hyn në një klub ose përgjatë një eventi ose qoftë në një bar, kur ti ke shkuar për të luajtur, po e dallon më herë që atmosfera është perfekte dhe ka për të shkuar një natë shumë e mirë. Si e percepton këtë? Ka ndonjë shenjë dalluese? Atëherë, zakonisht kur vendi është plot, gjithmonë ajo është një shenjë e mirë se dihet që duke qenë se ka shumë njerëz, kanë pritshmëri të larta dhe do të jetë një natë e mirë, po jo domosdoshmërisht. Prandaj për mua jo gjithmonë i pasuri shumë njerëz në event është një faktor që ndikon tek i pasuri një mbrëmje të mirë, një natë të mirë. Mendoj që më shumë ndikon faktori pije, për njëra ndër arsye, domethënë nëse njerëzit kanë filluar të konsumojnë një gotë apo dy, atëherë fillojnë të çlirohen pakës, dhe në momentin që unë hy në klub dhe shoh që njerëzit janë të çliruar dhe janë duke kërcyer pa komplekse, që si shikoj njerëz që kërcejnë pa komplekse, për mua dihet që do jetë një natë e mirë, sepse këta njerëzit janë të përgatitur dhe janë duke u nxehur dhe kanë për të ndënjur aty gjithë natën për të dëgjuar muzikë të mirë. Po ku të pëlqen më së shumti që të shkosh, jo vetëm të luash, vetëm me thuaj të dyja. Të kalosh kohë. Të tregoj me sinqert, vendi i parë që më shkon në mendje kur dua të kaloj një kohë të mirë duke kërcyer është tuneli, që tani më është një vend i afirmuar në Tiranë dhe ndër vendet më të preferuara për të dëgjuar muzikë elektronike. Dhe jo vetëm. Me thënë, ndjes që të ndërpres, po meqense tek episodi i ardhshëm do hym pak tek jeta kulturore në Tiranë. Tuneli, unë dikur e kam konsideruar se të jetë një vend apostafat vetëm për muzikën elektronike. Por kam para ty absolutisht shfaqje komedie që të ndodhin. Jam House, miqtë e mi organizojnë evente dhe të metalit, muzikës underground. Kanë bërë domethënë evente të jashtëzakonshme dhe me grupe të huaja që luajnë live, kështu që tuneli duhet të jetë qenkër ka vendi i parë që mund të shkoj kujdo në mendje, mendoj unë. Po të pëlqen aty te tuneli apo tuneli Taraca? Ja, te tuneli them të drejtën është i preferuari im, pavarësisht se te Taraca na pëlqen shumë hëna të gjithëve dhe fakti që është vend i hapur sepse e preferojmë shumë. Po pëlqen shumë aty. Repertori muzikor shkak të vendit të hapur, Taracës së hapur dhe pozicionit që ndodhet sipër operës, nuk mundet të qëndroj e para shumë gjatë hapur për shkak të zhurmës që krijon. Dhe e dyta, muzika është pak më e kufizuar në zhanre që mund të luhen. Ndërkohë, brona tani erdhi momenti, siç kur kemi qenë në shkollë, do bëjmë një provim. Do rendisim baret tona të preferuara. Vendosim një numër 10, të duken okay? Ja, 10, mendoj se 10 është okay. Ja dalim? Mendoj se ja dalim. Numrat s'ka rëndësi, po renditja nuk ka rëndësi në këtë rast. Edhe 10 DJ që na pëlqen muzika e tyre, po pse jo? Dhe që luajnë shpesh në Tiranë. Po pse jo? Pse jo? Por para se të arrim këtu, një DJ që ty do të pëlqente shumë nga kolektet tu ndoshta, për të realizuar një back to back, cili do të ishte? Atëherë në back to back, në fakt kam qenë shumë komode dhe doja të përmendja edhe kolegen time që e përshëndes Reën, me të cilën kam bashkëpunuar dhe kemi bërë disa back to back. Dhe realuar shumë bukur. Dhe kemi, le të themi që kemi mësuar deri diku stilin njëra tjetrës, kemi ditur si të punojmë bashk. Shkoni vërtet shumë mirë, në fakt unë kam pëlqyer shumë këto eventet ku jeni të dyja, sipas të fundvitit. Ka qenë kombinime goxha interesante që kemi bërë të dyja bashk. Por nëse do thoja një artist me cilin nuk kam bërë një back to back dhe do kisha shumë dëshirë të bëja. Edhe ndërkombëtar, ë? Përsëri ndërkombëtar apo jo, domethënë do të zgjidhja të tregoj me sinqert Uran Bin. Është një artist kosovar, po shqiptar fundja, sepse gjithë jemi shqiptar i Kosovës, i cili është një artist për mendimin tim ndër më të mirët që ne kemi. Vërtet. Faleminderit që ma prezantove, po e mbaj shënim. Uran B. Okej, pra përafrohet domethënë edhe stili? Po, le të themi që ka një stil që unë e preferoj shumë. Unë kam qenë gjatë gjithë kohës time, gjatë gjithë karrierës, le të themi, të muzikës,
në kërkim të asaj çfarë realisht unë dua të bëj, kush unë dua të jem dhe çfarë playliste muzikore dua të luaj për njerëzit, dhe ajo që ai luan i parafrohet shumë konceptit tim. Atëherë, momenti i testimit. E nisi me baret. Po e filloj me Novelin. Noveli është një ndër vendet e mia të preferuara të tregojmë sinqert për të pirë një koktejl, sepse koktejlet e tyre janë realisht shumë të mira të jashtëzakonshme. Të dytën kam vendosur radion, këto nuk e kam vendosur sipas një renditje nga më mirat e më keqja, por thjesht mendoj që janë të 10-ta top. Oh, super. Mendoj që janë vende shumë të mira. Në radio zakonisht shkoj për të pirë një gotë verë ose një kriko birë. Mendoj që edhe aty alkooli absolutisht shumë i mirë, po dhe muzika është shumë e mirë pasi unë dhe vet kam lozur atë në radio. Po, e di se ke luajtur. Dhe le të themi që më pëlqen muzika që vendosin aty. Edhe mua pëlqen shumë. Prandaj mendoj që shkon shumë me pijen që ti po shoqëron, mund të tundesh pak aty në karrige, është shumë interesante. Ka shumë gjëra aty. Po, edhe vendi është, aredimi është shumë i veçantë. Të tretin do të përmendja Hemingwayn, i cili për mua është një bar shumë i veçantë, duke qenë se ndryshe nga vendet e tjera është një bar jazzi. Dhe kjo është një gjë që për mendimin tim më bën të dali pak më në pa krahasuar me vendet e tjera të cilat përpiqen të luajnë muzikën elektronike në sfond gjatë gjithë kohës, sado që vendosin dhe muzika të njohura për njerëzit apo klasike, prap mbizotron në elektronike, kurse Hemingway përpiqet ta thyej këtë gjë duke u përpjekur të qëndrojë në një vibe tjetër, do them, që njerëzit të mos mërziten fundja me të njëjtat gjëra kudo, po nëse do një ndryshim vibe, se jo. Është një vend shumë i këndshëm për të shkuar. Një katërti kam vendosur Rehatin. Rehati nga vetë emri, se unë s'kam të zgjatem të. Është shumë i rehatshëm. Super i rehatshëm. Alkooli është shumë okay, pijet janë shumë të mira. Ushqimet janë shumë të mira, mezet janë po, është vërtet kam provuar, janë shumë të mira. Pas ti do të vendosja Dafin. Dafi gjithashtu është një vend i cili le të themi që përveç se pijeve ka dhe specialitete dhe të ushqimet që ka gjëra dhe amerikane që përgjithsisht ne nuk i konsumojmë shumë, sports bar, është vërtet. Dhe aty normalisht për njerëzit e pasionuar mbas sportit mund të shkojnë çdo lloj ndeshjes sepse ka disa televizor brenda jashtë, është ka shumë ekrane, ka shumë disiplina sportive ndryshme. Ushqimi vërtet e ka shumë të mirë. Është me vërtet wages janë. Me vërtet shumë të mira. Deri tani Brun, jemi diku te zona e bllokut përveç Hemingway që kemi përmendur. Më pas kam vendosur Rekro Thrift Bar. Ky është një lokal i cili nuk ka shumë që është hapur, ka disa muaj. Është e kam njohur. Është në fakt barin të cilin ndodhi ai back to back me atë artistin amerikan. Dhe bari ku mbleva një fustan të kuq. Po, sepse në këtë rast përmendim që është edhe Thrift Bar. Mund të them që Rekroja është një vend perfekt për shembull mbas një nate të dalë në jetën e natës të nesërmen kur zgjohesh në mëngjes do të pisha të kafen i qetë sepse po të dhëm koka ose nuk mundesh të dëgjosh njerëz. Do një muzikë të qetë, një vend relaksues, për mua është vendi perfekt. Ka dhe alkool shumë të mirë në fakt. Po, ka dhe alkool shumë të mirë, prandaj për mua është në këtë listën. Super fare. Duke pasuar më pas me komiteti gjithashtu. Nice. Mund të them që komiteti për mua ka gjën më speciale që nuk e kam parë në vendet e tjera, që është ajo rakia me mjaltë të kanell. Për mua është gjëja më wow që ata kanë aty. Duke pasuar pas me Ilirianin. Iliriani është një vend ku përsëri do preferoja të pija një kriko të madhe, birë, shoqëruar me një birë tjetër, pastaj shoqëruar me një birë tjetër. Dhe me një pago patatina. Atje në fakt me që përmende rakin, atje ka raki qumshti. Dhe unë këtë gjë nuk e di, këtë informacion nuk e kam. E heshim, e provojmë pastaj. Duhet ta provash, do shkojmë ta provojmë. Po tjetër, edhe ai mendoj që është një vend shumë interesant, edhe arredimi prej druri me gjërat e gdhëndura, është dukur i veçantë në llojin e vet të barit. Pasuar më pas me Kinon, i cili është një vend struktura të cilit kur kam marrë për herë të parë në Tiranë më kam ahnitur shumë, me ato shkallët me atë balkonin interesant, kështu si shumë retro, gjelbërimi, unë dhe shpesh luaj në Kino në fakt. Po nuk është kjo arsyeja sepse po e përmend përsëri në listë,
Thjesht mendoj që është një vend që realisht ja vlen për të shkuar për të pirë alkoolin, sepse gjithashtu ka alkool shumë të mirë. Dhe mund ta shijosh në një ambient realisht shumë të këndshëm. Vendi i fundit pastaj në listë, pas kemi arritur tek i fundit, është Kinema Agimi Underground, i cili super. Unë aty nuk kam shkuar ende. Ky është një vend fakt edhe ky i ri për njerëzit dhe ofron në fakt është një hapësirë multifunksionale do të thoja, pasi ka dy hapësira, ka hapësirën lart, ka hapësirën poshtë kemi muzikën elektronike, kurse lart kemi evenimente, mund të promovosh një film kulturore, të shohësh një ekspozit pikture, dhe më pëlqen kjo gjëja, duke parë artin në forma të ndryshme, në këndvështrime të ndryshme. Dhe doja të përmendja edhe diçka të fundit për Kinema Agimi, se për mendimin tim është diçka që duhet përmendur, fakti që i ka dhënë mundësinë shumë artistëve të rinj, DJ-ve të rinj që të promovohen aty. Pra nëse unë apo dikush tjetër ka pasur një mik i cili ka dashur të hedhë hapat e tij të para për të prezantuar me njerëzit, ai ka qenë një vend i mirë për të hedhur hapat e para ose për të bërë një performancë kundrejt njerëzve që nuk të gjykojnë aty, por thjesht me dëshirë më të mirë të dëgjojnë, të suportojnë dhe të vlerësojnë. Prandaj doja ti falenderoja për këtë iniciativë që kanë bërë. Unë do t'i bi pak shkurt me përmendjen e bareve, po thuaj se gjitha i kishim të ngjashme. Vetëm se unë kisha bërë një rend kronologjik nga bari i parë që kam njohur. Okej. Dhe bari i parë që është absolutisht tek të preferuarit e mi, edhe ti e di që unë kam ruaj një dashuri shumë të veçantë, është Hemingway patjetër. Ke vija në dyshim. Po, më pëlqen çfarë do lloj gjoje tek Hemingway, do të thënë punonjësit që shërbejnë, ka një dashuri shumë të madhe që përcillet aty. Hemingway është vend me shumë ngjyra, më pëlqen jo vetëm alkooli që aty mund gjesh qindra lloje rumi, cilësor, koktejle, alkoole tjera pafund. Ata zhvillojnë ca evente për cilat në fakt dua që të flas në podcastin e ardhshëm, se ka nevojë për hapësirën e tyre. Dhe jam shumë spoil. Të dytën kam njohur nga i njëjti mik, Novelin. Paska që një mik shumë i mirë, pra. Shumë mik i mirë, me të drejtën. Jeton në Santa Caterina tani, do ta përshëndesim. Novel vag, unë çuditërisht e kam njohur ditën. Me një çaj të ngrohtë me kanell, ka qenë shumë i mirë. S'to ma merrte mendja. Vendi tjetër që kam njohur është Sport Radio, që pak a shumë për mua në të njëjtën periudhë me Novelin, më janë dukur shumë të ngjashëm një periudhë, edhe pse janë shumë ndryshe. Sidoqoftë, vendi tjetër që kam njohur është Iron Brush. Ka qenë një shtëpi që më kujtove. Po, unë aty kam parë debutimin e videoklipit tënd. Po e vërtet aty është bërë debutimi në fakt. Iron Brush është një vend shumë i dashur, ka qenë një shtëpi për motoristët, for Steel Wingsat, të luhej rock, piheshin bira, po kishte një hapësirë shihje shumë dritë. Tani Iron Brush, në fakt vendi në cilin ka qenë në periudhën që unë e kam njohur, quhet Taproom. Dhe është një sallon, do të thoja, ku mund të testohen birra të jashtëzakonshme shqiptare, artizanale, shumë të mira. Ka evente të përnatshme që ndodhin, trivia nights, sete me DJ, do të shoh shumë shpejt aty, muzik live. Është një vend në cilin unë shkoj për ditë, të drejtën. Por dikur ka pasur shtëpinë shumë afër Ilirianit, edhe ti e di që ka një vend të jashtëzakonisht të dashur, është një vend që ja sugjeroj shumë miqve, sidomos kur atyre që jetojnë jashtë. Mua më ka intriguar fillimisht nga emri dhe kam përshtypjen i vetmi bar në llojin e vet, që e përfaqëson posaçërisht traditën ilire. Të njësisht. Ata organizojnë buzë mbujar çdo vit për te eventeve të jashtëzakonshme që realizojnë shumë shpesh, kryesisht muzik live, set e DJ-sh gjithashtu. Isha herën e fundit para ca kohësh dhe kishin një set por rocku dhe metali dhe mu duk shumë fantastike, se nuk e kisha parë në vende tjera të ndodhta. Në fakt, të paktën për çfarë prisja nga vendi në fjalë. 10 nga 10. Një vend që absolutisht kino e pa diskutueshme që është në këtë listë, Rahat Bar po ashtu, i përmendëm çunat.
Soma Vinyl Station është një vend që unë e njoha së fundmi. Dhe ishte alkool shumë i mirë, muzikë shumë e mirë, ambient shumë i këndshëm, më ka mbetur të provoj ushimin. Një vend që unë do doja ta përmendja Brun, paçka se nuk është e pjesa e muzikës, më së shumti, po nga eventet që përfaqëson dhe në orare të vonta, konsiderueshëm është Corner Comedy Club, që unë e kam shumë gjanë. Aktualisht ndodhet në Myslimshyr, se ka ndryshuar. Sepse është vendosur, po ka pas disa lokacione. Unë e kam njohur në vendin e tyre të parë. Arlinda më ka befasuar shumë vajza. Ka qenë 24 vjeç në momentin kur e hapi, me qëllimin që të krijojë një klub komedie. E kam përqafuar shumë si nismë dhe sot atje do shkoj. Ka qenë shumë interesante. Në fakt unë kam qenë aty për herë të parë te live-i i motrës së një shoqes time, Kassandrës, e cila ka bërë një live aty te Corneri. Vajza e Shiut. Po, vajza e Shiut. Ka bërë një live aty te Corneri dhe aty ka qenë herë e parë që te vendi ku ka qenë përpara. Tunelin patjetër që e kam vendosur vetëm për hir të gjithë, që është një nga ato vende ku i gjen të gjitha. I gjen të gjitha që të duhet. Do kalojmë te DJ-t shpejt? Patjetër. Kalojmë te DJ-t. Unë tani kam bërë një listë me 10 DJ këtu, po është shumë e vështirë ti kufizoj vetëm në 10 në momentin që janë aq shumë artistë të mirë. Por do të filloja duke përmendur DJ-t të cilët tashmë janë bërë dhe shumë të njohur dhe familjar për të gjithë njerëzit këtu në Tiranë, siç është Equinoxi, Motel Sazani, Loren, Debora, e cila Debora me H, e cila është pak më underground pastaj në stilin e saj, bashkë me Luin, i cili është një djalë që luan drum and bass, ndër të paktit që neve kemi në këtë zhanër, domethënë. Gjithashtu kemi J Bashën, i cili është një artist shumë i mirë, Teon, kam vendosur dhe 3 artistë të rinj, të cilët do doja t'i përmendja për faktin se mendoj që kanë bërë një punë të mirë që në hapat e parë që kanë hedhur, dhe janë artistë që mendoj që kanë për të ecur nëse vazhdojnë me të njëjtin pasion që e kanë nisur. Të cilët janë Dunisha, Edeo dhe djemt e tregut elektronik, të cilët të doja dhe ti. Djemt e tregut elektronik? Tregu elektronik quhen. Ua, çfarë super emri. Djemt Andrea dhe Roeli janë 2 djemt të cilët ndryshe nga pjesa shumica e DJ-ve, le të themi, kanë bërë start-upin e tyre duke bërë muzikë live. Dhe do t'ju ureja shumë suksese, por do doja të thoja që ishte e vështirë të vendisja vetëm 10 sepse është shumë e qartë dhe kjo gjëja po ndodh tani në këtë moment, kështu që je shumë e justifikuar. Reja e vetmi arsye pse nuk të futa të lista është se të përmenda që parë, lutem mos u mërzit me mua. Jo, po s'ka se si. Okej, unë po i bi pak shkurt, edhe dua t'rregojmë shumë e sinqert me ty Bruna, se unë nuk është se do të thënë absolutisht dhe një pjesë të emrave që i ke renditur, i kam dëgjuar të përmendem nga ty, por nuk i kam dëgjuar të luaj. Në fakt, para në listën time jeti, do me thënë, është patjetër është pa emër. I dyti është Lupo DJ. Lupo ka luajtur shumë shpesh tek Tiki Bar, të cilin se përmendëm, tek Checkpointi që ka qenë një alternativë për çdo kënd në jetën e natës, dhe ka një gjë shumë të bukur Lupo, për mendimin tim, që qesh shumë, buzëqesh dhe kërcen. Së dyti është Anit Chopani, që po ashtu e kam njohur nga punët në përbare dhe ka luajtur kryesisht hip-hop, edhe mua më ka pëlqyer shumë kjo gjë. Ad Disha dhe Mr. Cool, nuk dita përcaktoj rrymën e tyre. Janë artista realisht shumë të mirë, të cilët kryesisht luajnë house, le të themi është repertori i tyre më i preferuar, dhe unë nuk i përmenda duke qenë se nuk hyn shumë tek preferencat e mia, por ata janë artistë jashtëzakonisht respektuar. Absolutisht. Një tjetër DJ që kam dëgjuar vetëm një herë, po më ka pëlqyer, është Amor Del Rey. Do të thënë më kuriozon shumë. Shumë interesante si personazh. Shumë i këndshëm. Si e ka emrin? Nuk e di të them dhe emrin e vërtet, po nuk është pa emër. Nuk me Mëtej, i kam nisur dhe këto në rend kronologjik, patjetër është Rea Lemnusha, është një mike po ashtu e vjetër e imja që unë nuk e prisja që ajo do katapultohej në muzikë, dhe është shumë e zonja. Doja të përmendja vetëm edhe diçka lidhur me Reën që na ka bërë shumë krenar me përfaqësimin që na ka bërë jashtë Shqipërisë, dhe mendoj që duke ajo ka pas gjithmonë mua ka thënë në fillime që jemi njohur me Reën, më thoshte Bruna, unë nuk kam synim Shqipërinë.
unë kam synim jashtë, të luaj jashtë Shqipërisë. Kam parë që ka luajtur në shumë skena të jashtëzakonshme, suksesere. Do përmendja patjetër Geri Sykën, e kam parë shumë shpesh të luaj, e kam shumë qejf muzikën e tij. Më shijon edhe fakti që edhe ai duket ndihet shumë kur e shijon muzikën që luan vet. Shumë artist i mirë. On Loop DJ e kam njohur prej jush, pra prej te edhe Geri Sykës, më ka pëlqyer muzika. Teo Sound, që e kam njohur vet, por nuk e kam dëgjuar asnjëherë live të luaj, kam parë vetëm video dhe qëllimi im i radhës është të shkoj në një event ku luan Teo dhe Loren. Për Lorenin duan kemi shumë njerëz që dëshirojnë ta dëgjojnë, po ka qenë pak e vështirë të luaj kohët e fundit, duke qenë se zhanri i saj është edhe një zhanër i cili është goxha underground, konsiderohet, por në Kosovë Loren është shumë e mirëpritur dhe le të themi që do të sugjeroja të shkojë ta dëgjoja atje në eventin e saj të radhës. Unë do ta gjej kudo që të jetë, po fakti që Loren, mos gaboj apo jo, ka marrë përsipër nismën e Techno Girls Only. Po. Një duar trokitje shumë e madhe. Kështu që këto janë qëllimet e mia. Do doja vetëm se tani më kujtua, po duke qenë se më erdhi spontanisht do doja ta përmendja, nuk do doja të lija pa e përmendur Silon, një djalë i cili përveç se DJ, i cili përveç se është djalë i jashtëzakonshëm, mund ta përmend si një ndër djemt më teknik në të luajtur një DJ përveç preferencave muzikore, pra nëse do hym nga ana teknike, më pëlqen shumë si luan ai në anën teknike të gjërave dhe ka një vibe të jashtëzakonshëm, është një njerëz që sjell një energji të jashtëzakonshme. Për momentin ai ka bërë një pauzë të shkurtër tani, por do të rikthehet shumë shpejt, jam e sigurt. Ndërkohë, Brun, kemi mbritur në fund. Faleminderit shumë që erdhe. Të them drejtën, kjo është kënaqësia, më thënë, është e gjitha imja që më ke ftuar në këtë podcast. Ky është episodi i tretë i Tirana 360 gradë dhe në episodin e radhës do të flasim më shumë për disa evente kulturore shumë interesante. Pacim. Sa po ndoqët Tirana 360 gradë, një podcast që mundësohet nga Bashkia Tiranë.